A formë, a ka mënyrë, zoti Deda, që do të shmangej ky cikël zgjedhor, ose shkuar drejt një cikli zgjedhor nga spektri politik. Nëse i referohemi edhe pozicionit sotëm të kryeministrit, për cilin nuk e di a pa diçka të re, por edhe pozicionit të subjekte politike opozitare. Të ato që ka po e thëmë që sa... Dhe më thonë shembulli për Kosovën i veprimit politik është Bullgaria, cila për 5 vjetë ka shku 8 herë në zgjedhje. Dhe për krejt Evropës, politika e Kosovës, ose udhëheci i Kosovës, vendos Bullgarin me marrë shembull, cilin dënë me repliku në Kosovë. Mendoj që kjo është hajgare me këtë shtetë. Edhe unë nuk e di që shoqënia jo nuk ka kapacitet për gjëna tilla, e as nuk ka kapacitet, nuk e di sa ka forcë për me ndëshku lojnë atilla. Votuesi i Kosovës. Unë i përmendi shembujt kur e ka bë këtë punë, po nuk po shoh po shoh pajtim të popullit që janë të këtij vendit, që janë hisedar të këtij vendit, politikanët janë të punësuar nga qytetarët e Kosovës, po jo me lujtë si lojna. E sot e reja është 3 parë zgjedhjet ardhshme, nacionale. Kjo është e reja e deklaratës sot, me parë parasysh që e ka ullë pak tonin, por nuk po jep zgjidhje. Asë është vetëm kryeministër? Vetëm kryeministër dhe vetëm kryetari i partisë për 51%, vetëm nuk po din me dhonë zgjidhje, po krijon probleme të reja. Ama vetëm për çështje presidentit Deda s'mund ta bëj vetë, se këtu duhet 2-3.